وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. الله جل وعلا فلندرojmë salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit të pasojnë. Vëllezër, mirë se keni ardhur. Për Gurbexhit dy herë mirë se keni ardhur, për Tetovar ju themi mirë se keni ardhur këtë tubim, lutë Allahun xhelalu ala që Allahu ta bën bereqetshëm. Të na ndihmon në atë që e themi dhe të na e qartëson atë që dëgjojmë, me shpresë që Allahu xhelle xhelaluhu ta bëjë dobish me atë që e themi dhe atë që cilën e dëgjojmë. Këtë herë doktori me vëllezërit e tij na kanë ngarkuar me disa tema mu dhe Hoxhën Mirsin. Dhe e para prej këtyre temave është koncepti i xhamatit. Koncepti i cili shpesh kur flasim na shkon ndërmend xhamati i xhamisë, dhe çashtu duhet të jetë. Sepse xhamati i xhamisë është mishërimi më i mirë i asaj të cilën ne e njohim si xhamat. Madje është mishërimi më i mirë që bën një vepër më të mirë dhe më të dashur tek Allahu xhelle xhelaluhu, ajo është nënshtrimi i tyre ndaj Allahut te baraka ve teala përmes namazit. Dhe forma më e lartë e këtij nënshtrimit kuptohet është radhitja në safe dhe rënja në sejdë. Dhe kjo e bën individin më afër Allahut, por kur individi këtë e bën me vëllezërit e tij, më shumë t'i afron tek Allahu xhelle xhelaluhu. Siç na ka treguar i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Mas afër me njeriu është tek Zoti i tij xhelle xhelaluhu kur ai është në sejdë. Lere mo kur e bën këtë me vëllezër të tij në fenë Allahu xhelle xhelaluhu, të gjithë të radhitur për një qëllim të vetmin. Ai është nënshtrimi ndaj Allahut te baraka ve teala. Dhe thash, kjo është forma më e lartë e nënshtrimit ndaj Allahut përmes asaj që ne e njohim si xhamat. Mirë, po koncepti i xhamatit në fenë Allahu xhelle xhelaluhu është koncept shumë më i gjerë se sa radhitja e disa një grupi të vogël ose të madh të njerëzve në xhami për ta kryer namazin. Koncepti i xhamatit tek të parët tan, përpara se të jetë vetëm një veprim, vetëm një bindje, vetëm një ritual fetar që e bëjmë në një vend të caktuar, ka qenë stil jete. Dhe unë dua të ndalem pak te ky stili i jetës përmes konceptit xhamatit. Që do me thonë, unë e ti jetojmë këtë dynja po si individ, megjithatë ne si musliman jemi të urdhëruar të jetojmë për te i kësaj, për te individualizmit të njëri tjetrit. Fatkeqësisht ne jetojmë në kohë kur individualizmi promovohet si vlerë, kur individualizmi promovohet si diçka e vyeshme për shoqëri, andaj ne shohim që shumë prej shoqërive jo islame vuajnë nga teprimi i promovimit të kësaj gjëre. Kur them stil jete, vëllezër, po a jap një dy shembuj thjesht për ta kuptuar se si duhet jetuar koncepti i xhamatit si stil jete. Nëse kemi dy persona, një i cili e jeton xhamatin si stil jete dhe tjetri nuk e ka këtë koncept as pak kyçet në jetën e vet, dhe të dytë blejnë vend për të banuar. Të dytë le të themi blejnë banesë. Ky i cili nuk jeton me konceptin e xhamatit dhe xhamati nuk ekziston në atë hierarkinë e vlerave të tija, e blen shtëpinë mbas të disa ose banesën mbas të disa preferencave. Kvadratura, çmimi, niveli i luksit, vendodhja e kështu me radhë. Dhe në fund shkon e blen banesën dhe kaq. Ndërsa ky tjetri i cili jeton me konceptin e xhamatit, frymon me konceptin e xhamatit, shikon ndryshe në vendbanimin që e blen. Andaj gjërat e para të cilat i shikon preferencat e vendbanimit është afërsia e xhamisë, që është forma më e lartë e bashkimit të këtij xhamati. A ka njerëz ose familje tjera që janë të kujdesshme për fenë e Allahut sikurse jam unë? A kam kojshi të mirë, për shkak se tek ne, siç e dini, më parë kanë thënë, para blehet kojshia, pastaj shtëpia. Dhe kjo vjen nga ky stil i përvetësuar në jetët e tyre. Se unë jetoj me xhamat, nuk jetoj si individ. Për shkak se mua kojshia më duhet të ma këshillon fëmin, të ma ruan nderin, të ma kujdeset për shtëpinë kur unë jam aty. E ky njeri i dytë, ky shikon
në këtë vend banim nga këndvështrimi i xhamatit, kurse i pari jo. Shembull tjetër, për t'u qartësuar. Sidomos në kohën tonë, sot njerëzit kalojnë në sprova të ndryshme dhe kriza të ndryshme mentale dhe shpirtërore. Jo se në të kalume nuk kam pat vëllezër. Kam pat me gjitha trajtimi i këtyre krizave, ndoshta ka qenë pak më ndryshe se trajtimi i krizave të tilla sot. Një i cili nuk e ka stil jetë e konceptin e xhamatit, mundohet që ti te i kaloj këto kriza, çfarë do qofshin ato shpirtërore ose kriza mentale, mundohet që ti te i kaloj, ndoshta duke u izoluar nga njerëzit tjerë. Ndoshta duke u mbyll në shtëpi dhe duke marrë pushim nga puna për 4-5 muaj, me qëllim që unë do të te i kaloj këtë vetvetiu, i izoluar, i vetmuar. Çka vuaj, si vuaj është problemi im, askush nuk ka duar në problemet e mia. Kurse besimtari nuk është ashtu. Besimtari e ndjen se barën të cilën ai e ka në shpirtin e tij dhe mbi supet e tija, ka mundësi që ta ndaj me tjetrin. Andaj mundohet që ta ndaj këtë barë, o vlla nuk jam rahat. Hyn namaz dhe dal prej namazi, pik shije nga namazi nuk marr. Hyn namaz dhe dal nga namazi, ndoshta kam dal më keq se sa kur kam hyn namaz. Andaj nuk ndjen nevojë për t'u izolu, për shkak se ndjen se ai ka një rrjet besimtarësh që quhen xhamat dhe të cilët kanë mundësi t'ia lehtësojnë atij te kalimin e kësaj krize. Kjo është përvetësimi i konceptit të xhamatit si stil jeti. Xhamati nuk është vetëm hyn në xhami dhe dil nga xhamia, askujt selam, askujt kelam, asnjë domethën muhabet ose selam ose dua ose takim me vëllezërit për rreth nesh. Ja, xhamati është koncept shumë më i gjerë se sa kjo vëllezër. Për këtë shkak Allahu xhelle xhelaluhu kur e ka përmendur xhamatin në Kur'an, e ka përmendur ndoshta jo me termin xhamat, megjithatë ka pru Allahu një parim. Po që se ne i përmbahemi këtij parimi, dijeni se jemi prej atyre të cilët synojnë mishërimin e xhamatit në komunitetet dhe në shoqëritë tona. Allahu xhelle uala në një pjesë të ajetit, në formë tepër të shkurtë, megjithatë në formë e cila nuk vjetrohet asnjëherë, po na thot gjithë neve dhe atyre që besojnë në Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ajeti përmend dy urdhra, ose më mirë thënë, një urdhër dhe një ndalesë. Wa'tasimu bihablillah. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut. Dhe ju e dini që tefsiret e dietarëve ose komentimet e tyre rreth fjalës litari i Allahut sillen mes librit të Allahut, fesë Allahut, xhamatit të muslimanëve e kështu me radhë. Po të gjitha sillen rreth kuptimit se është feja Allahu xhelle xhelaluhu ose ajo që Allahu e ka zbritur. Kjo është më e rëndësishme. Wahyi. Wa'tasimu bihablillah. Kapuni të gjithë për litarin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe kjo pjesë e ajetit është shumë e rëndësishme. Se bashkimi ynë, uniteti ynë si xhamat nuk është rreth qejfeve tona, nuk është rreth intereseve tona të kalueshme, nuk është rreth një koncepti i cili mund të vjen si pjesë e shtypjeve të ndryshme politike dhe pastaj të kaloj. Ja, çdo lloj bashkimi që nuk është në litarin e Allahut është i dështuar, edhe pse në sytë tona mund duket i suksesshëm. Për këtë shkak Allahu thot wa'tasimu, kapuni të gjithë për litarin e Allahu xhelle xhelaluhu. Kapja ynë, bashkimi ynë, uniteti ynë është qiellor, nuk është toksor, për shkak se është me wahy, për shkak se është me atë që Allahu e ka zbritur. Litari i Allahut është dini i Allahut dhe libri i tij xhelle xhelaluhu. Nëse unë dhe ti dhe ai tjetri kapemi njëri me tjetrin për litarin e Allahut, kemi kuptuar se ne jemi bindur Allahut në një prej urdhrave të tij, ajo është që unë e ti bashkohemi, jo si çdon qejfi im, si çdon pasioni im, si çdon interesi im ose i atij tjetrit, po si çdon Allahu xhelle xhelaluhu. Nëse bashkimi ynë kënaq Allahun, ajo është ajo e cila lypet nga ne. Megjithatë Allahu nuk është mjaftuar me kaq. Vazhdon dhe thot: wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dhe kjo është pjesa e dytë e kësaj pjese të një ajeti pak më të gjatë. Wala tafarraqu,
e as mos u përçani. E këtu, nëse shohim ne, janë dy sende të kundërta, wa'tasimu wa la tafarraqu, kapuni e mos u përçani. Me fjalë tjera, sikur Allahu aludon se në tendencat ose në përpjekjen tonë për t'u kapë për litarin Allahut ka mundësi të ekzistojnë elementet përçarjes. Edhe unë, edhe ti themi, unë e ti kapemi për librin Allahut, po tamam, pse jemi të përçarë? Pse gjithë këto rrugë ose gjithë këto motive përçarëse mes nesh, kurse ne pretendojmë të dy palët ose shumë palë, të gjitha pretendojmë se ne kapemi për litarin Allahut. E Allahu Gjelle Gjelaluhu sikur na e të rek vërejtjen në këtë aspekt, se ju do të keni njerëz të cilët thonë ne kapemi për litarin Allahut. Megjithatë, fjalët e tyre, veprimet e tyre, praktikat e tyre, bashkimet e tyre me dikë tjetër janë përçarëse. Wala tafarraqu, e Allahu thotë e as se si mos u përçani, do me thonë çfarë? Mos ndjeni mbrenësit tua nevojë që të tregoni elemente dhe praktika përçarëse. Edhe pse ndoshta në shikim të parë dikush duket se është duke u bashku me ne dhe duke u kapë për litarin Allahu Xhellahu Ala. Megjithatë, motivet e tia dhe më vonë praktikat e tia do të na zbulojnë neve se ky njeri ka dëshiruar përçarje. Xhamati është mishërim i këtij ajeti të Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Dhe kjo fillon nga xhamati afër ty, 2-3 veta, në komunitetin tënd dhe në xhamin tënde. Pastaj shkon e zgjerohet derisa vjen forma më e madhe e xhamatit, ajo është atë të cilën e njohim si ummet. Megjithatë, ne jemi sot para një paradoksi, ajo se shumë prej vëllezërve tonë, madje fatkeqësisht edhe prej vëllezërve të cilët i mbajnë këto mikrofonat dhe flasin sikur se flas unë sot. E Allahu mos na bëft prej tyre. Shumë prej tyre flasin për bashkim të ummetit në nivel global, duke harruar se kanë bërë veprime dhe gjëra me të cilat kanë përçarë xhamatet në rrethin e tyre aty afër. E ky s'ka të drejtë flet për bashkimin e ummetit në aspekt global, për shkak se ky është bërë shkak të përçarjeve të mëdha në vendin ku ai jeton. Andaj vëllezër, nëse ne shikojmë larg, mos harrojmë njerëzit përpara nesh. Mos harrojmë ata vëllezër të cilëve ne duhet ju bëjmë sabër. Bashkimi i ummetit në nivel global është se unë se kam gajnën e tyne si që duhet ta kem gajnën e tyne. As nuk më shqetëson problemi ati, sikur se më shqetëson problemi i Abdullah dhe Mustafës që jeton pranë mesh. Ky një ditë jep selam, një ditë nuk t'jep selam. Ky të ka marrë 200 euro borxh dhe nuk t'i ka kthy. Dhe me këtë duhet bashkohemi ne. Edhe ky që na ka marrë borxhin dhe nuk na kthen. Edhe ky që s'na jep selam. Dhe ai kujshia i cili na ka shqetësu. Edhe ma duhet bashkohemi. Andaj është më lehtë ta hudhim synimi se ne duhet bashkohemi si ummet përpara se të bashkohemi si komunitet. Jo, është e kundërta. Bashkimi fillon nga ne. Bashkimi fillon nga ky rreth i yni i ngushtë. Andaj Allahu Xhelle Xhelaluhu kur ka zbrit këtë ajet, ka zbrit për një shoqëri të vogël medinase. Medinja ka pas shumë pak banor vëllezër. Ushtria më e madhe që ka dalë ndonjëherë në Medinë i ka pas vetëm 3000 ushtar. E bëj aty numrin, kalkuloj numrin e përgjithshëm të banorëve të Medinës në jetën e pejgamberit Allahu alayhi salatu wasallam. Jemi të fol për një katun të madh të kohës sonë. Kjo ka qenë Medinja. E ajeti ka zbrit për ato sahabe. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Largoju çdo shkaku që të shpijen përçarje. Për shkak se kjo prish unitetin e muslimanëve. Dhe kjo është prej veprave më të shëmtuara të cilat i urren Allahu Xhelle Xhelaluhu. Shpesh ne kur diskutojmë për xhamatin vëllezër, sikur se diskutojmë për teori moderne bashkohore të menaxhimit situatave dhe turmave. Po s'është ashtu. Xhamati është koncept hyjnor, të cilin e ka zbritur Allahu, nuk ka nevojë të zgjedhim bestsellerat më të mirë të librave sot për të menaxhuar xhamatin dhe për të avancuar. Modeli është yrneku është, dhe për këtë yrnek ka thënë Imam Maliku rahimahullahu ta'ala, nuk e përmirëson fundin e këtij ummeti vetëm se ajo që e ka përmirësuar e para e këtij ummeti, fillimi i këtij ummeti. Që do me thonë, nuk na përmirëson neve si musliman asgjë, vetëm se ajo që ka përmirësuar gjeneratën e parë të njerëzve që thanë la ilaha illallah.
ato janë sahabët e pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam. E nëse kthehemi te ky yrnek, te ky model, do të shohim mishërim praktik të asaj që ata kuptonin xhamat, bashkim dhe unitet. Do të shohim se si qëndronin larg përçarjes në çdo formë. Sidomos gjatë jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. E Allahu xhalla xhelaluhu po na tregon që këta njerëz, po Allahu lëvdon praktikat e tyre, Allahu lëvdon zemrat e tyre, edhe pse këtu atje në Kur'an i edukon, i drejton e i qorton. Dhe kjo është natyra njerëzore. Njeriu mësohet, njeriu edukohet, dhe nëse nuk mëson me të parën dhe të dytën, ndoshta ka nevojë për një qortim, për një dozë të qortimit, për të kuptuar se është gabim. Dhe kështu Allahu i ka trajtuar sahabët. Megjithatë, këto ajete që vleshin për sahabët, vazhdojnë të vlejnë edhe për ne sot. Janë të njëjtat ajete, është i njëjti Kur'ani i cili nuk ka ndryshuar. E pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam dëshiron që t'ua zbërthen formulën e xhamatit muslimanëve, sahabeve. Mirë po merre këtë zbërtim edhe ti. Se kjo i është thënë Ebu Bekrit në pranitë e Omerit, në pranitë të Abdurrahman ibn Aufit, në pranitë të ati tjetrit dhe ati tjetrit, megjithatë vendoi veten tënd në mesin e këtyre burrave dhe grave të mëdhenj. Tha pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam: "El mu'minu lil mu'mini kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da." Tha besimtari për besimtarin është sikur se ndërtesa e forcon njëra tjetrën. Pastaj çfarë bëri dërguari Allahu alayhi salatu wasalam? Pas e forcon njëra tjetrën, ka vazhdim hadithi ose transmetimi. Thumma shabbaka baina asabihi, pastaj bëri gishtat kështu. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, besimtari për besimtarin është si një ndërtesë. Me fjalë tjera, rënditja e tullave në ndërtesë, sidomos për ata që kanë punu në ndërtim, e kuptojnë një gjë. Tulla që është në fillim të rendit, ose në fillim të murit, nuk është bë në atë vend që ajo të dënohet nga pesha e tullave të shumta të cilat do të rënditen përmbi të. Ja, ajo është vendos aty për shkak se roli i saj në atë vend është roli planifikuar dhe mirë i menduar. Nuk thot ajo pse unë duhet bart peshën e tullave përmbi meje. Yashuddu ba'duhu ba'da. Ato e forcojnë njëra tjetrën. Me fjalë tjera, pesha përmbi murin nuk është pesha përmbi tull. Nëse gjatë goditjes së murit vëllezër dëmtohet një ose dy tulla dhe tjera të rrinë, tregon se pjesa tjetër e murit nuk ka qenë mirë e lidhur me këto 2-3 tulla. Për këtë shkak i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na sjell këtë shembull që ju që rënditni tulla në jetën tuaj të përditshme duhet kuptoni një gjë. Çdo tull e ka vendin e duhur të saj dhe nuk është në vendin e gabuar. Ajo qëllimisht është e vendosur aty dhe duhet ta luajë rolin e shpërndarjes së peshës dhe barës nga tulla tjera. Dhe kështu duhet jetë një individ musliman. Duhet të bart një pjesë të barës. Jo valla vala tjerëve. Na kanë thirrë në takim, na kanë thirrë në ligjërim, na kanë thirrë ku ta di, ka dikush që shkon, unë nuk duhet të jem aty. Ose nëse nuk shkoj unë nuk vrehem, valla i vrehet secili. Secili vrehet. Ani se ne mendojmë se nuk vrehemi. Sepse prezenca jon, prania jon është shumë e rëndësishme vëllezër. Prania jon tregon se unë jam i gatshëm të barti një pjesë të kësaj bare, të këtij komuniteti. Unë jam i gatshëm që të ndihmoj vëllezërit në iniciativat e hajrit. Unë jam i gatshëm që të jem ai i cili mishron praktik termin xhamat. Po i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, kur na ka treguar shembullin e ndërtesës, nuk ka harruar që vllazëria është për te kësaj, që xhamati është për te ndërtesës. Andaj kur na ka dhënë shembullin e dytë të besimtarëve të bashkuar, na ka dhënë shembullin e jetës dhe shembullin e gjallërisë dhe emocioneve të brendshme. Andaj tha i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam: "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Shembulli i besimtarëve në dashurinë, mëshirën
dhe dëmshurin mes tyre. Tashmë kemi jetë dhe gjallëri, tashmë ky xhamat ka shpirt, nuk është vetëm ndërtim. Ka emocione. Pala tjetër ka dhimbje të cilat ndoshta unë si kuptoj. Pala tjetër ka nevojë të cilën unë ndoshta nuk e di. Pala tjetër ndoshta kalon një krizë të cilën unë asnjëherë nuk e kam menduar se ky person mund të kaloj krizë. Andaj thot i dërguari Allahu alayhi salatu wasalam, shembulli i besimtarëve në dashurinë e ndërsjellët, në dëmshurinë e ndërsjellët, në emocione që i kanë të ndërsjellta mes njëri tjetrin, është sikur se shembulli i trupit. Ja një trup që jeton dhe frymon, që ka shpirt. Thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur njëra pjesë e trupit ndjen dhimbje, i gjithë trupi ankohet dhe ripagjon. Unë po ju pyes një pyetje. Nëse cili kemi, elhamdulillah, nga dy krah, ashtu Allahu na ka krijuar, përpos ndonjë cilin Allahu ka sprovuar me humbjen e njërit ose të dy krahëve. Megjithatë, si mendoni ju, ai krah të cilin ti e shfrytëzon më shumë, le të themi se është i djati, dora e djathtë është ndoshta më shumë e shfrytëzuar tek shumica. Dora majt, a ka zili pse i ke dhënë më shumë përgjegjësi dorës djathtë? Njëri vesh, a ka zili që kur të ka përshpërit dikush ndonjëherë nuk e ka dëgjuar që e ka dëgjuar veshi tjetër? Ja. Andaj shembulli i dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm në aspektin e ndjenjave dhe emocioneve, është edhe në aspektin e ndjenjave negative që mund t'i kemi ndaj dikujt. Si ka mundësi që dora majt t'i bëj zili dorës djathtë, kur janë pjesë të një trupi, të asaj që quhet xhamat dhe Islam. Për këtë shkak i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam po na jep shembullin e dytë në të cilin ka jetë, megjithatë në jetë ka edhe ndjenja dhe qëllime të këqija. Dhe besimtari s'bën të jetë i tillë. Nëse ai ndjen dhimbje, thot po mire ka dorë se sot ka punu shumë. Nuk është dash me punu kaq shumë. Andaj ka ma kënaqet se dora ndjen dhimbje. Jo, është e kundërta. Kama nuk fle, trupi ndjehet i lodhur për shkak se ndjen dhimbje dora. I gjithë trupi është alarmu dhe shumë kam për shkak se dora nuk është në gjendjen e duhur. Dhe kjo është shembulli i ummetit edhe i xhamatit. Nëse ne me një aspekt vëllezër shohim një dobësi, nëse ne tek një vllai joni, tek një komunitet yni, tek një xhamat pak më i madh yni, shohim sende të cilat nuk janë të mira, me do e mos ta ndjejmë dhimbjen e tyre sikur se ndjejnë ata. Përndryshe, nuk kemi ardhur në derexhen që të hyjmë këtë shembull. Mund të hyjmë shembull tjetër, po jo në këtë shembull, të cilin na e ka treguar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Allahu alayhi salatu wasalam, kur erdhi në Medinë, filloi me ndërtimin e infrastrukturës së shoqërisë të ardhme. Megjithatë, nuk është kjo infrastrukturë të cilën ne dëgjojmë gjithmonë lajmet tona. Projekte infrastrukturore në aspekt të rrugëve dhe ndërtimit dhe ku ta diun. Përpara se të ndërtojmë këto, duhet të ndërtojmë njerëzit të cilët do të ngrisin këtë qytetërim. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e poshtroi infrastrukturën, mirë po infrastrukturën e një xhamati shembullor që do të jetë yrnek për gjeneratat të cilat do të vinë. Gjëja e parë në ardhjen e tij në Medinë ishte ndërtimi i asaj çerdheje që quhej xhami, dhe gjëja e dytë ishte çfarë? Vllazërimi mes atyre që patën ardhur dhe nikoqirëve të cilët i pritën. Kjo është ndërtimi i infrastrukturës. Po, vendi ku tubohemi, më pas infrastruktura vllazërore dhe e xhamatit. Ku janë inatet mes nesh? Ku është dashuria mes nesh? Dhe mshuria atij që e ka lënë vendin e tij dhe është dëbuar dhe ka ardhur në vendin ton pa asnjë pasuri, edhe pse në vendin e tij ka qenë milioner. Ku është kjo dëmshuri? Dhe del një burr prej atyre burrave dhe thotë unë jap gjysmën e pasurisë. Madje un kam 3 gra, e shkurorzoj njërën, le ta marton cilën don prej tyre. Kjo është infrastrukturë që na duhet neve për të ardhmen, e cila do të ngrit qytetërime dhe e cila do të prodhoj gjenerata që do të jenë më këmbës në tokë. Kjo është ky xhamat të cilin ne synojmë. E yrneku është
vetëm se a ka kush punon si pas modelit të këtij yrneku. Ajo që dallon këtë yrnek nga ne është një koncept shumë mesin ton shumë negativ, që nuk ka qenë te ata. Te ata po, Ebu Bekri jepte pasuri, Ebu Bekri këshillonte, Ebu Bekri sakrifikonte me mishe, me trupe, me familje, po njëkohësisht Mus'ab ibn Umair, djalosh i dëbuar nga familja e tij, s'kishte dvesh asgjë përpos petku që vishte. Andaj ditën që lante teshat e tia, nuk dilte nga shtëpia se s'kishte çka dvesh. Po ama ky djalosh, a kanë ndejt ullët se Ebu Bekri ka pasuri dhe ka familje dhe ka autoritete, unë s'do të bëj gjë, ja. Ky mori dituri, përfitoi nga dituria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe u bë ambasadori i parë i fesë Allahut në Medinë. Dhe nëse përmend sot burrat më të mëdhenj të Medinës, shumica prej tyre pa të pranuar Islamin për shkak të Mus'ab ibn Umairit. Një tjetër atje, nga Habeshe, nga Etiopia, për shkak se ishte zezak dhe i nënçmuar në baza të racës së tij në Mekë ku jetonte përpara Islamit. A e bëri kjo që ai mos përzihet dhe mos ndjehet pjesë e xhamatit, jo asesi. Ai kishte vendin e tij afër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai e zgjonte pejgamberin Allahut alaihi salatu wasalam për namaznate. Ai zgjonte musliman gjatë ezanit të tij. Namaz për namazi. Ai tjetri. Dallimi mes tyre dhe nesh është se ne shumë lehtë marrim karikën e tifozerisë dhe ulemi. Po ne veshim fanellën e ekipës të cilët bëjmë tifo për të. Shumë lehtë, gjithë lojtarët në teren i njohim. Madje sa janë paguajt prej nga kënarë paret për pagesën e këtij lojtarit, ama po edhe gëzohemi kur fiton ekipa dhe shumë hidhrohemi kur humb. Po kur humb ekipa dhe nuk luan si duam ne, atëherë ne tregojmë fytyrën tonë të realt. Kritik, sharje, fyrje, ofendim, duke mos e ditë një ditë prej ditëve si është thjesht në teren. Zbrit në teren, provoje si shutet ai topi, si pranohet, si mbahet shtypje nga armiku ose nga kundërshtari në atë teren, pastaj fol pse se bani kështu e pse se bani ashtu. Kjo tifozeri tek sahabet nuk ka ekzistuar vëllezër. Për shkak se për të fol flet ai i cili punon. Po fatkeqësisht sot shumica atyre që flasin nuk punojnë. Nuk janë teren, askund nuk i shohin. Madje shumica, dhe jap shembullin e futbollit. Shumica e tifozerisë sot nuk janë stadium. Stadiumi nëse i nxjerrin 100.000 veta. Po shumica ku janë? Në për ekranet televizive 1000 kilometra larg. Dhe këto janë ata që fyjnë, këto janë ata që gjykojnë, këto janë ata që shajnë, këto janë ata që kritikojnë, kurse këto 100.000 veta, bashkë me gjithë lojtarët aty, janë pakica të cilët janë në atë teren, edhe pse këto 100.000 vetat nuk kanë shumë rol, po le të themi se si thonë e kanë atë rolin e nxitjes për të luajtur ose për të vepruar pak më mirë. Kjo nuk ka ekzistuar te gjenerat e parë. Yrneku ynë nuk di që tri ulët dhe vetëm të flet. Është krejtësisht e kundërta. Vjen atë ditë e pranon Islamin dhe i thot pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, murni ya Rasulallah. Urdhno o i dërguari i Allahut çka të bëj. Veç pak, unë jam pjesë e kësaj ndërtese, unë jam një tull e cila duhet ta ketë vendin e saj të duhur. Unë nuk jam një material i hudhët atje i cili do të fletë. Unë jam pjesë e ndërtesës së xhamatit dhe ummetit. Dhe dikush duhet ma gjenë vendin. Nëse nuk ka dikush që ma gjenë vendin, po gjej unë vetë vendin tim, nëse është e mundshme. Po dije se me pyetje, me interesim, me një të mirë, do të gjendet vendi më i mirë për ty. Sepse çdo gjë që ndryshon këtë rënditje të individëve të ummetit është motivi dhe brendësia e tyre. Kur ata e kanë zemrën e çiltër, kur ata e dinë se duhet të jenë pjesë e bartjes së kësaj peshe të rëndë, dije se do t'ju gjendet atyre vendi më i mirë. Kthejmë të tifozeria dhe them që tifozeria nuk ndërton qytetrime dhe nuk kuron plagë dhe smundje të shoqërive. Ata do t'i kemi barë dhe ne kemi vetëm një shembull të tifozerisë në shoqërinë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Shembull që është përmend disa herë në Kur'an.
është shembull i kujt? Një shembull e kemi tifozerisë, të një grupe tifozëve që janë gjetë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Është shembull i munafikëve. Nuk ka shembull tjetër. Lexoje Kur'anin do ta shohësh. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Edhe po që se vinë me ju, s'mund ai muhabet. Inma kunna nakhudu wa nal'ab. Ne vetëm se u tallshim, nuk ishin këto fjalë serioze. Ai tjetri njëjti mentaliteti të tifozerisë sotme. Munafikët e kohës së pejgamberit Allahu alayhi salatu wasallam ju ngjajnë tifozëve të sotëm. Edhe pse në kohën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam munafikët kanë qenë pakic. Madje është transmetuar se emri atyre që i ka shkruar Hudhaifa radhiyallahu ta'ala an, emrat e tyre nuk kanë kalu 14 burra, në transmetim 12 burra. Këto janë kryet e munafikëve. Të tjerët janë tifoz të këtyne tifozëve të mëdhenj. E ne si umet nuk bën t'ju ngjajmë këtynes, ata t'i marrim si yrnek, po të marrim si yrnek shokët e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E vëllezër, Allahu xhelle xhelaluhu na ka pru neve një shembull. Shembull ky i cili tregon dy anë të ndryshimit pozitiv dhe negativ. Thot Allahu xhelle xhelaluhu inna Allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Me të vërtetë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Me fjalë tjera, gjendja nuk fillon se Allahu ty ta ka ndryshuar për një natë gjendjen, po Allahu duhet të sheh në zemrën tonë, në motivet tona duhet të sheh çiltërsi dhe mirësi që Allahu të na e lehtëson ndryshimin, edhe pse ndryshimi në ajet fillimisht është ndryshimi nga e mira në të keqen. Apo, do me thonë, ajeti flet për këtë gjendje, kuptojni këtë gjë, se shpesh njerëzit kur e përmendin këtë ajet, e përmendin vetëm për një drejtim, nga e keqja në të mirën, edhe pse konteksti i ajetit është i kundërt, nga e mira në të keqen, që do me thonë, Allahu nuk e ndryshon mirësinë që është mes jush, derisa ju të bëheni shkak i ndryshimit të kësaj mirësie. Me fjalë tjera, që të vini nga gjendje e bindjes ndaj Allahut dhe dëgjueshmërisë në gjendje të gjynahit dhe rebelimit ndaj Allahut, andaj gjendja juaj do të ndryshojë në bazë të kësaj. Ama ajeti ja përfshin edhe të kundërtën, po pa dyshim. Për këtë shkak Sheikh Abdulrahman Es-Saidi thotë kështu: kur robrit e ndryshojnë gjendjen e tyre të brendshme, duke u larguar nga mosbindja dhe duke u drejtuar drejt bindjes ndaj Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu e ndryshon gjendjen e tyre nga mjerimi që po përjetonin në mirësi të shumta. Allahu thotë ndryshon këtë gjendje nga mjerimi në mirësi, në gëzim, lumturi dhe mëshirë. Me fjalë tjera, çdo ndryshim që nuk fillon prej teje, nuk është ndryshim i realt. Çdo ndryshim në të cilin Allahu nuk shef tek unë seriozitet, se unë dua që të ndryshoj dhe të bëhem një i cili do të ketë ndikim pozitiv shoqërinë, nuk është ndryshim që Allahu e do. Rrjedhimisht nuk do të jem pjesë atyre të cilët kapen për litarin e Allahu xhelle xhelaluhu dhe nuk përçahen. Suksesi i çdo xhamati është që ai të ndjejë nevojë se unë duhet ndryshohen pozitivisht. Suksesi i çdo xhamati është se individët e këtij xhamati duhet të ndjejnë barën të cilën e kanë ata si individ. Ky dini Allahu xhelle xhelalu, a keni dëgjuar ndonjëherë Maldivet? Kreti keni dëgjuar. Apo? Maldivet janë dikundi 1400-1600 ishuj në Oqeanin Indian. Dhe realisht nëse njeriu e hap hartën, asnjëherë se një gjë Maldivet, përveç atij i cili pak e njeh gjeografinë. Dhe kur e sheh hartën dhe i sheh Maldivet, thu si ka mërin që ky shtet, ndoshta Maldivet janë shteti vetëm në dynja i cili ka 100% popullat muslimane. Madje në shtetësinë e Maldiveve se ne merr vetëm se muslimani. Fe tjetër s'mund bot shteta si Maldiveve. Tamam. Pyetja që parashtrohet është, si ka ardhur ky dini i Allahut në Maldive? Dhe nuk ka ardhur dia as para 50 vjetëve, para shumë shekujve. Si ka mri feja e Allahut në atë vend? Një hoxh, maroken i cili është nis për në Sri Lanka, ose Sri Lanka si thonë. Është nis për në Sri Lanka
dhe deti ato ditë nuk ka qenë, do me thonë, si ka ndasht ata. Andaj e ka humbë rrugën me ekipin e tij në anije dhe uji i ka qitë në ishujt e Maldiveve. Kur ka mri populli i Maldiveve, mushrikin billah. As njëri s'ka të bojë me as një fe prej feve të njohura të dynjas, kanë pat fenë e tyre. Ky një njeri vëllezër është bërë sebeb që të gjithë ishujt dhe banorët e tyre të bëhen musliman. Ky ka mund të thosë Allahu njëri t'ja tregoj, edhe kaq. Unë bara nga unë e hoqe, ja, po gjithë të shka bëjnë? Po të bëjmë sebeb për të gjithë këta. Kjo feja Allahut është përhap tek njerëzit me ndjenjen e përgjegjësisë, se unë jam pjesëtar i një xhamati që don përmirësim, don ngritje të qytetërimeve, don mëkëmbje në këtë dynja. Përndryshe, do të ham, do të pim, do të shumohemi, do të vdesim dhe nuk do të lanë në këtë dynja asnjë gjurmë. Lusë Allahun xhallahu ala që Allahu na bëj prej atyre xhamateve të cilët bashkohen për Allah, nuk përçahen dhe lënë gjurmë shoqëritë në të cilat ata jetojnë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.